Skënderbeu në letërsinë dhe shtypin amerikan një studim nga Ali Daci. Një botim i ri mbi figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut sjell në vëmendje një këndvështrim pak të njohur të historisë së heroit ton kombëtar, praninë e tij në letërsinë dhe shtypin amerikan, libri i titulluar Skanderbeg in American Prose and Press i Lejtnant Kolonel Ali Daci, të publikuar së fundmi në platformën Amazon në prag të përvjetorit të ndarjes nga jeta e Skënderbeut më 17 janar 1468 dhe është trajtuar në prozën e gazetarinë amerikane. Studimi analizon mënyrën se si figura e Skënderbeut u prezantua për publikun amerikan përmes gazetave, ndikimeve letrare e serialeve të ilustruara. Ai do të ribotojë dy vepra të harruara, The Captain of the Emissaries të James Ludow dhe Crescent Dark Shadow të John Crabb. Ndryshe nga botimet e mëparshme, ky edicion nuk përfshin versionin standard të librit të Ludow, po e sjell për herë të parë më pas shumë si një shekull versionin e tij të botuar serial i ilustruar në shtypin amerikan, i cili pati rol të rëndësishëm në njohjen e Skënderbeut nga lexuesi i Shteteve Bashkuara. Po ashtu libri përfshin tekstin e plot të romanit të vështirë për të gjetur John McCabe, një risi në formë letrare në ngritjen e Skënderbeut dhe rolin e tij në kontekstin gjeopolitik Ballkanit të shekullit të 15. Kolonel në rezervë ndan jetën mes Shqipërisë dhe New Yorkut, pas përfundimit të karrierës ushtarake u diplomua me rezultate të shkëlqyera në vitin 2008 në Lehman College me një diplomë në letërsinë angleze dhe shkenca politike.